Rrugëtimi ynë në botën e librave të rinj këtë javë shkon nga një libër publicistik tek një libër historik, e nga një libër policor në një blok librash që flasin për kujtimet, krimet e misteret e jetës. Kemi përgatitur për ju si çdo javë intervista me shkrimtar, botues e kritik, gjithashtu dhe një blok me libra të tjerë të rinj që mund t'i gjeni në të gjitha vitrinat e librave në librari. Nisim këtë rrugëtim me titullin metaforik Ndërgjegja e humbur, një libër publicistik i shkruar nga gazetari i vjetër Mohill Tanushi. Ky libër është një përmbledhje reportazhesh, skicash, mbresash dhe refleksionesh të mbledhura gjatë provojës gazetareske të Mohill Tanushit. Për detajet e shkrimit të këtij libri na flet vetë autori. Ky libër është një publicistik. Çfarë artikuj keni zgjedhur e në çfarë periudhe kohore? Po, shkrimet publicistike që botohen në këtë përmbledhje janë pothuajse fillojnë nga fillimi i vitit 91 deri në fund të 97-s, ndoshta diçka në fillim të 98-s. Çfarë artikuj keni zgjedhur? Po, unë gjatë kësaj periudhe si gazetar kam botuar qindra artikuj, por unë jam përpjek të përzgjedh disa nga reportazhet, skicat, mbresat, refleksionet dhe shkrime problemore që me sa duket një pjesë e madhe e tyre janë aktuale dhe sot. Kë mund na veçoni nga këto shkrime? Po, unë kam konceptuar librin në 4 kapituj. Kapitulli i parë përmbledh pikërisht ato që thash, reportazhe, skica, refleksione dhe që pasqyrojnë në një farë mënyrë jetën e qytetarëve, jetën copëza nga jeta e Shqipërisë së asaj periudhe. Dhe kam titulluar Migjeniane sepse realisht kurdoherë ka pak migjen brenda në këto shkrime, domethënë është gjendja e vështirë, varfëria, mbjerrimi. Pastaj kam përmbledh në kapitullin e dytë është një përmbledhje me shkrime, analiza, komente politike, shkrime të kohës. Pjesa tjetër është pjesa e tretë vjen si një përmbledhje e shkrimeve në fushën e drejtësisë. Pastaj pjesa e fundit janë probleme sociale, probleme shoqërore që pasqyrojnë gjithë gamën e aq sa mund kam kapur unë ato kohë si gazetar vëzhgues. Një libër që nuk na jep vetëm një pasqyrë të situatës politike në Shqipëri, por ndjer në pa dhe probleme sociale të shqiptarëve, legjislacionit dhe kujtimet personale të autorit. Historia, gjeneza dhe zotrimet e fisit të Aranitëve vijnë të përmbledhura në librin Aranitët, që mban për autor Dimitër Shuteriqin. Në këtë libër janë botuar të plota artikuj studimor të Shuteriqit për fisin e Aranitëve, për vlerë që ka sjellë ky autor dhe për rëndësinë e këtij libri. Flasin Luan Maltezi dhe Plum Xhufi. Shuteriqi ka qenë një antar i nderuar dhe me krimtari të jashtëzakonshme të Akademisë së Shkencave që nga viti 1972, kur është themeluar dhe në fund të jetës së tij. Ai është një personalitet i shquar në historinë e kulturës shqiptare si poet, shkrimtar, studios. Figurat e shquara të tij të kulturës kombëtare ndikojnë shumë mbi bashkosit kur janë gjallë. Brezi i ri, që kam qenë unë, e ndiqte me nderim dhe respekt të veçantë dhe vëtërinë e tij. Ai krijonte dhe bindi se njerëzit e tillë janë njerëz për të kryer punë të shquar intelektuale. Figurat e tilla mbesin në kujtesë të rinisë dhe brezit pasarës edhe pashuarës tyre. Ato kujtohen me nderim e respekt për Shuteriqin. Ky nderim ishte tepër i veçantë dhe merituar. Ta emra autorësh, burimesh dokumentare edhe bibliografike që paraqiten këtu janë të rrëmuara, janë të kërkuara me një durim, me një pasion, me një vendosmëri dhe me një stoicizëm prej murgu për profesor Shuteriqit. Nuk janë vepra, libra, autor të cilat janë gjetur në ndonjë bibliotekë, siç është thënë në mënyrë cinike. Gjithçka për rolin e rëndësishëm të Aranitëve në historinë politike të vendit deri në pushtimin osman në shekullin e 15.
Pagina 44 titullohet libri i autorit Tom Rob Smith, një libër që vjen për herë të parë në gjuhën shqipe për lexuesin shqiptar. Një libër plot mistere e labirinte për zbulimin e vrasjeve seriale. Një aventurë e përsosur, intriguese dhe e frikshme. Për më shumë detaje rreth këtij libri na flet Loreta Bërhami, drejtoresha e botimeve Pegi. Pse keni zgjedhur pikërisht këtë libër për botim dhe këtë autor? Atëherë, para së gjithash, ky titull që është botuar në radh parë në Britaninë e Madhe dhe pastaj në shumë vende të tjera të botës, pati një sukses të jashtëzakonshëm kur doli. Mbi së gjitha për një karakteristikë të veçantë, është një nga, të themi, thrillerat ose poliциeskët e pakt që janë të ambientuar në Bashkimin Sovjetik, sidomos në Bashkimin Sovjetik e viteve 60, viteve staliniste më të egra, si të themi. Dhe pati një sukses të jashtëzakonshëm sepse autori ka ditur t'i zgjedhoj bashk historinë e librit me jetën dhe me realitetin social, politik, ekonomik të atyre viteve. Pati një sukses të jashtëzakonshëm sepse autori nuk ka asnjë lloj lidhje me Bashkimin Sovjetik, është një anglez i rritur, i lindur në Britaninë e Madhe, kështu që i është dashur një punë e jashtëzakonshme kërkuese dhe investiguese gazetareske për të krijuar një ambient që është me vërtet shumë real. Mund na flisni pak për përmbajtjen e këtij libri? Çfarë flitet në të, çfarë historie? Është historia e një personazhi kryesor që është polic, që më parë ka qenë policinë sekrete e Bashkimit Sovjetik, pastaj është polic investigator i thjesht, që i bie në dorë një historia e një vrasje të një fëmie dhe fillon të hetojë mbi këtë çështje. Thuren në të njëjtën kohë e kaluara e tij në libër, pra her pas here libri ndalon, ka disa digresione dhe flitet për një të kaluar shumë të dhimbshme ku ai dhe vllai i tij përpaksa vdisnin nga uria etj. Dhe në të njëjtën kohë thuret dhe jeta e tij personale e tashme, gruaja e tij dhe si thua raporti që ai ka me të, mendimet e saj për regjimin. Gjithë kjo hecën paralel me hetimin e tij për të zbuluar ato që më pas kthehen në një seri vrasjes, pra nuk në fillim niset me një vrasje, dhe bëhen disa. Dhe gjithë kjo duke qenë se regjimi dhe si thua shefat e tij dhe gjithë politika ishin nuk e pranonin ekzistencën e një fakti të tillë që ekzistonte dikush që po vriste fëmijë. Prandaj është shumë tërheqëse sepse është shqiptarët paktën duhet ta kenë të lehtë ta imagjinojnë këtë pjesë se si do ishte në regjimin ton ose në regjimin siç është ambientuar libri në regjimin sovjetik të deklarojë që ekziston një vrasje serial fëmijësh. Kush do e pranonte, kush do e kapte, si bashkohet ky koncept me faktin që jemi një komunitet, jemi të gjithë shok, jemi të gjithë barabartë, të gjithë e duam njëri tjetrin, po krijojmë njeriun ideal, njeriun e përkryer. Disa tituj të tjerë të rinj në të gjitha librarit. Gjeniu i madh titullohet libri i Edgar Cayce-it, shpjegime dhe parashikime për rimishërimin, vendodhjen e kapsulës të së fshehtës së njerëzimit, qëllimin e ndërtimit të piramidave dhe zbulimi raporti trup-shpirt. I gjeni në këtë libër. Sofia Osanen vjen në titullin Spastrim, një roman me përmbledhje groteske dhe origjinale, ku njerëzit asfiksohen në dhoma të mbyllura, ku fomat fshihen poshtë drasave të dyshemez, një kombinim i spikatur mes historisë, politikës dhe suspansës. Me librin e fundit që u prezantoj për këtë javë, do t'ju çojmë tek historitë dhe thëniet të mençura. Tregime të shkurtra të urtësisë, që sjellin efekte më shpejt se diskutimet e gjata. Vijnë nga autori Nosrat Peskievi, në librin që mba titullin Nëse dëshiron diçka që nuk e ke pasur kurrë, bëj diçka që nuk e ke bërë kurrë.